Shqiptare që u martua me dënuarin me vdekje, tash as familja nuk më flet. Një histori e pasakon dashurie është bërë publike nga shqiptarja Tiana Krasniqi, e cila rrëfeu lidhjen dhe martesën e saj me James Brown Knox, i ekzekutuar pak kohë pas ceremonisë së tyre. Sipas Tianës, gjithçka nisi në vitin 24 kur ajo përgatiste temën e masterit për dënimin me vdekje në Teksas. Përmes korrespondencës me Brown Knox, komunikimi profesional u kthye gradualisht në lidhje emocionale, ajo tha se u tërhoq nga respekti dhe interesimi që tregonte për jetën dhe kulturën shqiptare. Pas shumë se 2 vitesh komunikimi, ata u takuan dhe vendosën të martohen. Ceremonia u zhvillua brenda burgut përmes xhamit, ndërsa të dy ishin të vetëdijshëm se Brown Knox kishte një datë ekzekutimit caktuar. Në orën 5:30 kishim terminin e martesës, ishte e gëzueshme, por dhe e mërzitshme sepse e dinim që kishte një datë për ekzekutim. Ishte e gëzueshme që më në fund u martuam sepse kishim një procedurë shumë të gjatë, gati një vit. Ishte një ditë shumë e bukur, kemi qartë të dy, ka qenë gëzim, por dhe trishtim sepse e dinim çfarë na priste dhe kishte ende luftën ligjore përpara, shpreh Tiana. Pas një betejë ligjore të gjatë, James Brown Knox u ekzekutua. Tiana ishte e pranishme gjatë orëve të fundit, ajo përshkroi momentet e fundit si jashtëzakonisht të rënda, ai qante dhe thoshte se nuk ishte gati të vdiste, se nuk kishte kryer krimin për cilin ishte dënuar.